Banorët në të dy anët të rrugës së stacionit të pompave të ujit të pishëm në Dobraç vazhdojnë të ankorën për gjendjen e kësaj rruge. Ajo ka qenë asfaltuar deri në gjysmën e saj, por u ndërhyr për instalimin e tubacioneve të ujësjellësit, çka solli dëmtimin e asfaltit ekzistues. Ndërkohë pjesa tjetër e rrugës që pritej të asfaltohej është kthyer në gropa. Për këtë arsye banorët theksojnë se vazhdimisht u thuhet se rruga do rregullohet sot e nesër, por në realitet gjendja vazhdon të përkeqësohet. Kjo është një katastrofë tepër e madhe në këtë vend. Këtu zëndorë kush në bojë, këtu kanë marrë, këtu e kanë lanë përgjys punën, këtu kanë ikën fermentim, ikën të ranë, këtu kanë marrë shele rrugën. Nuk ka për mazise në shtu. Këtu bëjt të ujësjellësi këtu kësaj rrugës që ka ra kushta 13 vjetë më rapa asherë. Dhe me thanë, kjo rruga është lanë mas doret dhe s'ka asiloj shansit me bon kush me bon i punën gjamë më të vogël dhe 13 vjetë në këtë zonë. Bashkia i satë më parë me në animu me bojë këtë rrugë. Fëmija me shku në shkollë, pa punë, me pagu taksa, me pagu ujë, me pagu drita, në 40 minutë na. Atje kanë prish rrugën, e kanë sit jashtë rrugës kryesore, e kanë sit, si bje kush me siti karrocë, lajas, qakullas. Nuk di që me thonë ma atje përveç, më zvonë dorë bashkia, ma mi me thonë, ikni pe këti venit. Rruga do të bëhet se do hap kanalet, edhe presim si me bëhet dhe ma mi që ka kenë, veç me që deri atje në fund. Si deri në fund? Deri të ajo ujësjellësi. Me që kretë rrugën dhe atje në fund. Kur del një zhytet të shë mirë, pas dhe mas kur vjen shi, se e të se mbas nga plesht. Edhe fëmija. Me nga gadit, me nështru, e kanë me të prish gadit këtë rrugë. Prish sa herë, hape prepe, dikur pa përfundon. E pa në nështru i herë, pa të nështru dhe gjysht, u prish se shkrete, me laç. Në këtë zonë drejt për drejt me këtë rrugë lidhen mbi 500 familje, përveç personelit të stacionit të pompave të ujit të pishëm për të vijuar në aksin Shkodër-Malësia e Madhe. Ky fakt e bën me të domosdoshëm ndërhyrjen pa humbur kohë për rregullimin e kësaj rruge dhe asfaltimin e saj deri në brigjet e liçenit të Shkodrës dhe jo të zvarritet. Banorët theksojnë se është detyrim i Bashkisë Shkodër të kërkojnë firmës së punimeve të ujësjellësit që të vazhdojnë sa më shpejt rrugën dhe të mos lejojnë që të vazhdojë të mbetet pafundësisht në këtë gjendje.